Kapitulli 15. Një burim urtësie. Në Bibël na tregohet se mbreti Solomon, i cili mbretëroi në Izrael rreth viteve 970-931 para Krishtit, mori nga Perëndia mençuri dhe zgjuarsi të thellë, aq të pamas sa rëra në breg të detit. Urtësia e Solomonit, na thuhet në Bibël, ishte më e madhe se sa urtësia e të gjithë njerëzve të lindjes. Ai ishte më i urtë se çdo njeri tjetër. Për të dëgjuar urtësinë e Solomonit, vinin njerëz prej tërë kombeve, të dërguar nga të gjithë mbretërit e botës, të cilët kishin dëgjuar për urtësinë e tij. Në këtë kapitull të shkurtër, ne sjellim të përzgjedhura nga Bibla disa prej fjalëve të urta të Solomonit. Këto fjalë të urta, të shkruara 3000 vjet më parë, ende citohen shpesh në botën e sotme. Këtu po paraqesim një përzgjedhje proverbësh të lashtë nga fjalët e urta të Solomonit dhe nga libri i Predikuesit. Kujtoje pra krijuesin tënd në ditët e rinisate. Kushdo që më dëgjon, do të jetoj i sigurt dhe i lirë nga frika prej së keqes. Frika ndaj Zotit është fillimi i diturisë, por të marrët e përbuzin urtësinë dhe mësimin. Dëgjoje biri im, mësimin e babait dhe mos e refuzo udhëzimin e nënës, sepse Zoti jep urtësinë. Nga goja e tij dalin dituria dhe zgjuarësia. Besoj Zotit me tërë zemër dhe mos u mbështet tek mendjempretësia jote. Dalloje atë mbi të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të të drejtojë në shtigjet e duhura. Veten mos e mbaj për të mençur. Ki frikë ndaj Zotit. Te largoju së keqes. Mos e përbuz mësimin e Zotit, biri im, dhe mos e merr inat disiplinën e tij, sepse Zoti e disiplinon atë që do, ashtu siç bën një baba me të birin që ka për zemër. Lum njeriu që gjen urtësinë dhe ai që përvetëson mendjempretësinë, jetë të gjatë sjell ajo në dorën e djathtë dhe në të majtën pasuri dhe nder. Shtegu i të drejtëve ngjan me dritën në hakim, e cila vjen duke e shtuar rrezullimin deri në mesditë. Por rruga e të pabezëve e rrësirës i shëmbëllen. Ata nuk e marrin vesh se ç'pengesë hasin. Mbi çdo gjë tjetër, ruaje zemrën tënde, sepse prej saj kufojnë burimet e jetës. Në fakt, rrugët e njeriut janë para syve të Zotit dhe ai shkërton të gjitha shtigjet e tij. I ligu bie pre padrejtësive të veta. Ai do ngatrohet në litarët e mëkatit të tij, do të vdes sepse nuk ka disiplinë, do të humbas për shkak të marrëzisë së tij të madhe. Janë 6 gjëra të cilat Zoti urren. Në fakt, atij i neveriten 7 të tilla. Syt mburracak, gjuha mashtruese, duar që derdhin gjakun e pafajshëm, zemra që thur planet e liga, këmbët e gatshme që të rendin drejt së keqes, një dëshmitar i rrem që shpif gënjeshtra dhe ai që mbjell sherr midis vëllezërve. Ai që shkel kurorën e martesës është njeri pa arsye. Kushdo që vepron kështu veten shkatron. Do ta arrajnë e do ta shnerojnë dhe turpi asnjëherë nuk do t'i shitet. Merrni mësimin tim dhe jo argjentin, diturinë dhe jo arin e kulluar, sepse urtësia është më e vlefshme se gurët e çmuar, dhe asgjë që mund të dëshirojë njeriu nuk krahasohet me të. Për qeshësin mos e qorto, që mos të urrej. Qorto njeriu e urtë, dhe ai do të dojë. Zemra e mençur i pranon urdhrat, por buzët që llomotitin do të shkatrohen. Urrejtja nxit konflikte, mirë po dashuria i mbulon të tëra fajet. Ai që e pranon disiplinën është në rrugën drejt jetës, por ai që e refuzon korrigjimin e humbet udhën.
Kur ka shumë fjalë, mëkati është i pashmangshëm. Por kush i mban nën kontroll buzët e veta, është i mençur. Me të ardhur, mendje madhësia mbërrin edhe turpi. Por me përullësin, vjen urtësia. Kur njeriu i lig vdes, humbet çdo pritshmëri e tij dhe zhduket shpresa që ai kishte te pasuria. Përgojuesi vjen vërtall e nxjerr sekrete, por njeriu i besueshëm i ruan të fshetat. Kur mungojnë drejtuesit e urtë, populli rrënohet, ndërkohë që siguria vjen me shumë këshilltar. Njeriu që tregohet i mëshirshëm i sjell dobi vetes, por ai që është mizor sjell fatkeqësi mbi trupin e tij. Një grua e bukur, e cila e refuzon mençurinë, është si unaz ari në turirin e një derri. Një njeri i jep bujarisht e megjithatë fiton më tepër. Një tjetër kursen më shumë nga sa është e drejtë, por kështu vetëm sa bëhet i varfër. Të marrit i duket e drejtë rruga e vet, por cili do që i dëgjon këshillat është i urtë. Ka njerëz që flasin pa mend, si shtherë shpata, por gjuha e të mençurve sjell shërim. Ato buzë që flasin të vërtetën rezistojnë për gjithë jetën, ndërsa gjuha gënjeshtare vetëm një moment. Ai që shoqërohet me të mençurit do të bëhet i mençur, por shoku i të marrëve do të rrënohet. Ai që nuk e përdor thuprën e urren të birin, por kush e do është i gatshëm që ta disiplinojë. Një tallës e kërkon mençurinë, por më kot. Dituria vjen lehtë te mendjen preti. Ka një udhë që mund t'i duket e drejtë njeriu, por ajo përfundon te shtigjet e vdekjes. Ata që nuk kanë përvojë besojnë çdo fjalë, ndërsa të mençurit janë të kujdesshëm në secilin hap që hedhin. Për çdo punë të vështirë nxirret fitim, por bisedat pafund të shpihen vetëm në varfëri. I duruari në zemrim tregon mendjempretësi, por ai që i natoset shpejt tregon marrëzinë e vet. Zemra i qetë është jetë për trupin, mirë po smira i kalb kockat. Cili do që mban nën zjedh të varfrin e ofendon krijuesin e tij, por kush ka dëmshuri për nevojtarin e nderon atë. Drejtësia i bën nder një kombi, ndërsa mëkati është turp për çdo popull. Një përgjigje e butë e largon inatin, por fjala e hidhur ndes zemrat. Sytë e Zotit janë anë mban, vërejnë të ligjt e të mirët. Njeriu gëzohet kur përgjigjet saktë, dhe fjala e thënë në kohën e duhur sa kënaqësi sjell. Frika ndaj Zotit është mësim urtësie, për ulësia i paraprin nderimit. Zemra e njeriut bën plane për rrugën që ka përpara, por është Zoti ai që ja drejton hapat. Më tepër dobi ka një qortim ndaj të mençurit se sa 100 rraura tek i marri. Edhe i marri quhet i mençur kur hesht. Ata e mbajnë për të zgjuar kur nuk e hap gojen. I marri nuk gëzohet me mendjempretësinë, por dëshiron vetëm të flasë për çka në zemër. Ai që kthen përgjigjen para se të ketë dëgjuar për diçka, e bën për marrëzinë dhe turpin e vet. Inaçiu i dhunshëm do të pësojë në dëshkim, po ta shpëtosh do të duhet ta bësh sërish këtë gjë. Nderohet ai që i zgjidh mosmarrveshjet. Në grindje mund të hyjë çdo i marr. Kush mundet të thotë, e kam mbajtur të pastër zemrën, jam i papërlyer nga mëkati? Në sytë e njeriut, të gjitha rrugët që ai ndjek duken të drejta. Por është Zoti ai që vlerëson zemrat. I maturi e parashikon rrezikun dhe ruhet, por të papërvojët nuk marrin masa dhe ndëshkohen. Mësoja sjelljen të riut qysh në fillim të udhës, që të mos largohet prej saj edhe kur të jetë i moshuar.
Marrëzia është e lidhur ngushtë me zemrën e të riut. Shkopi i disiplinës do ta largojë prej saj. Mos u miso me inaçiun, dhe mos u bëj shok me gjak nxehtin. Përndryshe do të mësosh sjelljet e tij dhe do të futesh vetë në grack. Kush është i mjeruar? Kush është i pikëlluar? Kush ka grindje? Kush ka ankesa? Kush ka psuar plag pas një arsye? Kush i ka të skuqur syt? Ata që jepin pas verës, ata që bredhin duke kërkuar verë të përzier. I mençuri zotron forcë, i dituri e shton fuqin. I drejti edhe po të rrëzohet 7 herë do të çohet, por të ligjt do t'i marrë me vete katastrofa. Mos thuaj siç ma bëri do t'ja bëj, do t'ja shpaguaj secilit siç e meriton veprimi i tij. Sundimtari mund të bindet me durim, dhe një gjuhë e butë mund të thyej kocka. Mos shko shpesh në shtëpinë e fqinjit, që të mos e mërzitesh dhe të marrin atë. Të marrit mos ju përgjigj sipas marrëzisë së vet. Përndryshe do të bëhesh si ai. Ashtu si kthehet një qen te të vjellët e veta, edhe i marri e bën prapë marrëzinë e tij. Dembeli e quan veten më të mençur se 7 njerëz që japin përgjigje me urtësi. Një kalimtar që ndorhyn në një grindje e cila nuk i takon, i ngjan atij që kap qenin prej veshësh. Si një marr i cili hedh ura zjarri dhe shigjeta vdekje, kështu është ai që gënjen fqinjin e vet dhe pastaj i thot, po bëja shaka. Gjua mashtruese i ka inat ata që lëndon. Në rënim të çon goja lajkatare. Lër tjetër kënd që të lavdroj, dhe mos qoftë goja jote. Le të jetë një huaj dhe jo buzët e tua. Tërbimi është i pamëshirshëm dhe zëmrata si furi ujrash. Por kush mundet ta përballoj xhelozin? Si një pikim pandalim në ditë me shi, kështu shëmbëllen një grua grindavece. Hekuri mpre hekurin, dhe një njeri mpre karakterin e një tjetri. Sheoli dhe Abadoni nuk kanë kurrë të ngopur, dhe po kështu, as sytë e njeriut nuk nginjen ndonjëherë. Argjendi provohet në enë zjarrduruese dhe ari në furr, ndërsa njeriu nga lavdërimi që i bëhet. I ligu janë bath edhe kur nuk e ndjek njeri, por i drejti është i guximshëm si luan. Ai që i fsheh mëkatet e tij nuk do të ketë sukses, por kushdo që i rrëfen ato dhe heq dorë prej tyre, do të gjejë mëshirë. Ai që e korrigjon dikë, më vonë do të gjejë më shumë favor se sa ai që bën lajka me gjuhën e vet. Kush bëhet kokfort pas shumë qurtimeve, pa pritmas do të rrëzohet, pas një shpresë rimkëmbje. Një shkop korrigjimi sjell urtësi, por i riu që lihet pas dore e bën me turp të amën. Krenaria do ta shpjerë në poshtërim njeriu, por kush ka një frym të përullur do të fitojë nder. Frika prej njeriu të fut në grack, por ai që ka besim tek Zoti do të jetë i mbrojtur. Më mirë të jenë 2 njerëz se sa një vetëm, nga që ja vlen shpërblimi për përpjekjet e tyre, sepse nëse bien, njëri mund ta ngrejë tjetrin. Por mirë ai që rrëzohet kur nuk ka njeri që ta ndihmojë. Dhe nëse dikush e mposh një njeri të vetëm, 2 mund ta përballojnë ata. Një litar i trefisht nuk këputet kollaj. Ai që jepet me zemër pas parave asnjëherë nuk ka të ngopur me to. Kush jepet me zemër pas pasurisë nuk arrin kurrë të kënaqet me atë që i shtohet. Edhe kjo është e kotë. Më mirë të shkosh në shtëpinë ku mbahet zi, se sa në shtëpi ku ka fest, sepse ai është fundi i të gjithë njerëzve, dhe të gjallët duhet meditojnë thellë në zemër për këtë. Pikëllimi është më i mirë se e qeshura, sepse kur në fytyrë ka trishtim, zemra përmirësohet. Vlen më tepër të dëgjosh qortimin e të urtit, se sa këngën që të thurin të marrët. Ashtu si kërcasin gjembat që digjen nën tenxhere, e tillë është e qeshura e njeriu pa mend. Edhe kjo është e kotë. Kam gjetur diçka edhe më të hidhur se vdekja. Gruan plot kurthe, që e ka zemrën si rrjet
dhe duart si zinxhir. Ai që i pëlqen Perëndis do të largohet prej saj. Por ajo do ta shtjerë në grack mëkatarin. Nga që dënimi kundër një krimi nuk zbatohet shpejt, zemra e njerëzve mbushet me dëshirën për të bërë të keqen. Megjithatë, të ligjve nuk do të ecë mbar, dhe ditët nuk do të zjaten si hija, për arsye se ata nuk kanë frikë para Perëndis. Mençuria vlen më shumë se armët e luftës, por një mëkatar i vetëm mund të azjesojë gjithë farë të mirash. Mizat e ngordhura e prishin dhe e qelbin vajin erë mirë. Po kështu, një marrëzi e vogël e rrënon mençurinë dhe nderin. Atëherë, çfarë arrin njeriu nga gjithë puna, nga tërë përpjekjet e zemrës e nga krejt mundimet në ndjell? Gjithë ditët e tij janë plot pikëllim dhe detyrat i ka të rënda. Madje edhe natën, zemra nuk i gjen dot prej. Edhe kjo është e kotë. Pasi kemi dëgjuar tërë diskutimin, përfundimi është ky. Ki frikë nga Perëndia dhe zbatoj urdhërimet e tij, sepse për njeriu kjo është thelbësorja. Për arsye se Perëndia do të nxjerrë në gjyq secilën prej veprave, bashkë me të fshehurat, qofshin këto të mira apo të këqija.